Pavarësisht kontrolleve të herpashershme, infermierët kanë probleme me komunikimin me pacientët, paraqiten pa uniform në punë dhe në mjaft raste largohen nga vendi punës brenda orarit. Kjo situatë ndeshet jo vetëm në qendrat shëndetësore në zonat rurale, por edhe në spitalet e mëdha. 2 infermierë që shërbejnë në qendra shëndetësore në fshatra janë në hetim dhe rrezikojnë heqjen e licencës. Shkelja më e rëndë është braktisja e vendit punës. Që ne kemi 2 raste tash në gjykim që kanë të bëjnë me 2 infermiere në 2 qendra shëndetësore të fshatrave, të cilat nuk janë gjetur në vendin e punës gjatë inspektimeve të bëra. Ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo tha se nuk do të lejojnë që infermierët, laborantët dhe mamit të punojnë pa marrë licencën. Ne nuk do të lejojmë asnjë infermier, mami, fizioterapist të ushtrojë këto profesione jashtë urdhrit të infermierit dhe detyrimeve të kodit etik deontologjik. Në vend janë të licencuar 16.000 infermierë, 93% e tyre janë të regjistruar në urdhrin e infermierit, ndërsa ka dhe nga ata që ende punojnë duke shmangur ligjin. 137 kërkesa janë paraqitur në urdhrin e infermierit për shkeljet e etikës profesionale, ndërsa denoncimet për mitmarrje janë ende të pakta. Për këto urdhri i infermierit do të shpërndajë edhe formular, duke ruajtur anonimatin e të intervistuarit, nëse kanë qenë viktima të dhënies së parave në dorë për marrjen e një shërbimi shëndetësor.